është e çuditshme se është i farmendimi kur thuhet një pavërtet ose një shpifje shpeshherë mendohet që mund të jetë e vërtetë masandej, po ato që e tha deputetja Bajrami janë komplet të pavërteta. E para, shumica e bardhave me këtë çmim me këtë ligj kanë pësu ulje në çmim. E dyta, ky është një ligj që asnjë nga qeverit tjera nuk ka pas guximin për me bë, dhe vetëm kjo qeveri ka pas guximin për me bë. Këtu i falenderoj edhe deputetët e opozitës që spaku na kanë qëndruar mbrapa që kanë votuar për këtë çështje, kurse sa i përket milionerëve, deputetja Bajrami ka përmendur disa herë pa asnjë arsye, apo ndoshta ka edhe ndonjë arsye, sepse shumica e këtyre milionerëve e këtyre kompanive janë bërë në kohën e LDK-s, edhe janë për krahas të LDK-s zonja Bajrami, kështu që është shumë e rëndësishme si po i njeh kaq mirë mënyrë direkte apo indirekte, dhe besoj që është dashur me dhënë edhe një sqarim kur flet për këta milionerë, sepse asnjë nga këta milionerë, si thua ti, kompani farmaceutike, shiheni kur janë krijuar këto kompani. Shihe. Do me thonë, ju kisha lutë për korektësi se paku në atë që ju propagandoni sa korekte jemi, sepse me këtë tregoni që absolutisht nuk ka tro korektësie në deklarimet e juja zonja Bajrami, dhe sinqerisht me vjen keq. Shikoni, zonja Bajrami përfshit temat të cilat nuk kanë bëjnë fare me çështjen e debatit për çka është ftu sot kjo seancë. Kjo na futën pastaj në një lloj zinxhiri të polemikave që na pamunson të bëjmë të strukturum debatin. Si do të jetë, me që u përmendi emrin, po përfundoj me kundër replikën tuaj. E para është, edhe ju kur flisni me gjuhë të ulët, dhe me zot ulët dhe me gjuhë të moderuar, mos menoni që fshihni krimin edhe korrupsionin që e keni bërë që 6 vjet. Jeni qeveria që i keni bërë 4.000 tenderë në burimor. Ti ministër, je qaj ministër që në grup punu se ke pas njerin që ta ka hartu listën e esenciale të barnave, ma vonë është dalë të kompania që 80 milion euro fiton tendera, e të cilit ju kanë falë 2 milion euro aksione. Këtu janë dhona publike, beso që asë njonin për i tyne nuk i një personalisht. Sa ju përket kompanive për cilat njerëzit për flasin dhe të tjerë, krejt nivellet e pushtetit i keni. Ju jeni shumë dobt, nëse ju mendoni që unë kom lidhje me dikone nuk e keni gjetë deri sot. Sa i përket zonjës Kusari që po e kthen personale, kjo me të vërtetë unë e admiroj edhe s'muj kur më u bosi kjo. Kjo e ka zonin edhe tonin varësisht çështja kërkon partia, e ka pas ndryshe në kërë. Një kundërreplik shpejt ministër dhe përfundojmë këtë zinxhir polemikash, për të vazhduar pastaj me deputetët nga grupet parlamentare, deputetja Arbëria Nagovsi. Faleminderit në kryetar, fatkeqësisht vetëm u përforcua bindja sa e pasinqerte jo korrekte është zonja Bajrami. Personin e fjalë për cilën thuhet ka qenë këshilltar politik i njërit nga ministrave të LDK-s që është antar i kryesues për shumë vite. Në anën tjetër, ky person, po në qeverisjen e LDK-s, është gjedhur kryeshef i AKPPM-s. Nuk ka qenë në listën esenciale të bardhave, shikon në anën tjetër se që atje ka qenë. Jo me neve. Bile kur kam qenë unë e ministër, unë e kam gjetë një kontratë të nënshkruar në fundin e mandatit të qeverisjes në anën tjetër, për cilën ka vazhdu edhe 6 muaj të tjerë. Do me thënë, kur s'ka qenë këshilltar, kur nuk ka qenë në listën e bardhave esenciale, këto i keni boj ju zonja Bajrami. Tash nëse doni më distancu nga LDK-ja, çush ka qenë, është problemi juaj, po merruni me veten, jo me ne. Mirë, ju falenderoj shumë. Vazhdojmë me çështjen